Policia italiane ka arrestuar 2 persona për trafik droge. Në pranë ran një 49 vjeçar italian dhe një 25 vjeçar shqiptar. Bëhet fjalë për shqiptarin me inicialet DR, i datëlindjes 1978, banues në Vlorë dhe italiani MB, i datëlindjes 1964. Ata do të akuzohen për 2 akuza, posedim dhe trafikim droge. Shqiptari dhe italiani u kapën me 2.5 heroin, të ndarë në 5 pako nga 500 gram dhe rreth 110 gram kokain, të cilën e kishin fshehur në qilarin e një punishte vere. Policia prej disa muajsh mbante në vëzhgim punishten e verës. Kjo pasi në këtë punishte ishin vërejtur lëvizje të dyshimta të italianit dhe shqiptarit. Droga u zbulua në një banesë në zonën Villa Piana në San Lorenzo pas një aksioni blic të policisë. Gjithashtu u zbuluan materiale për përgatitjen dhe shitjen e drogës. Hetuesit po shikojnë materiale të tjera të cilat po i studiojnë.